Njeriu target i momentit në empatinë absolute të politikës së majtë shqiptare më shumë se Edi Rama mbetet e pruveta e tij e pashtershme, Tauland Balla. Si personazhi me kurajo të limituar, Karshi së majtës, si një kampion klasik, Yasmen Karshi sultanit të Surelit. Edhe në këtë binar nuk ka konkurrent. Kreu i deputetëve të së majtës, Tauland Balla, së fundmi edhe me proces të riaktivizuar hetimin nga SPAK, kërkesë vazhdueshme e kancelarive ndërkombëtare pranë institucioneve të reja të drejtësisë, vion çdo ditë më shumë të prodhoj dhe akumuloj një përshtirosje nacionale dhe neveritse. E reflektuar kjo edhe në protestat qytetare që për gati një muaj i kanë ulur orët e gjumit zotris, si dhe i kanë shtuar aritmin. E një kone e tillë politike zgjuarsisht të Rama e mban afër deri në momentin që ai do të vend se si duhet ta menaxhojë atë që më pas do të bëhet kala. Për te kësaj, shumë interesante janë edhe lidhjet okult me interesin politik, financiar e sportiv të vetë Tauland Ballës me presidentin e Egnatias, Agim Demrozi. Interesa që reflektuan në një mënyrë apo në një tjetër edhe në titullin e fundit të Egnatias me protagonist kryesore të taun, si një flamingo sportiv. I fshehur në mantelin e misionit politik si drejtues politik qarku në Rogozhin. I njohur jo pak në terrenin politik e mediatik si një personazh që vetëm premton, Tauland Balla prej kohësh po shkel në të gjithë centimetrat katror të pushtetit, duke përfshirë së fundmi edhe futbollin. Në premtim të leadershipit të Bashkisë Rogozhin në një ekuacion që ka futur në luftë të tmerrshme brenda llojit të majtën socialiste në atë zonë, së fundmi, Tau i Librazhdit të vogël kërkon karrierë të djalit edhe me Egnatia në futboll. Dhe për syrin e Bashkisë Rogozhinës, vetë Demrozi nuk mund t'i thotë dot jo për asnjë arsye. E në asnjë rast levës politike të Ramës. Diku futboll do të luaj gjithsesi, pasi i biri ka një pasion dhe një ëndër si çdo fëmijë, por vetë ati zgjodhi vendin ku është vetë president në hije. Megjithatë, disa pyetje duan patjetër përgjigje për këtë instrument politik me algoritëm të zi rekordesh nga njerëzit e thjeshtë, që ai shpesh të majtë të djathtë bashk i konsideron si kavi eksperimentale të këtij vendi. Një herësh në anën tjetër për lojra politike, Balla nuk lë kafe, sallameri e biznes pa vizituar në Kavaj, teksa vazhdon të mbajë të bllokuar në AZT, mosbardhjen e lejes për stadiumin e Kavajës, aty ku Bashkia së Djathtës mbetet ende politikisht të bllokuar për të nisur punimet ku gjithçka është gati. Nga protestat të Elisa, nga SPAK te Rama, nga Egnatia te Kavaja, nga ironia te empatia, tauballizmi ka lëshuar metastazat e tij edhe drejt sportit, duke diktuar me fuqinë e pushtetit në emër të së majtës koncesionet politike. Shembulli i fundit është i qartë. Mes Rogozhinës e Kavajës, Balla ka zgjedhur të parën, ndërsa Kavajën vazhdon ta xhirojë për stadiumin dhe jo vetëm për të, pasi mendon atë që dhe vetë nuk e beson ndorimin e kursit politik në qytet. Ndërkaq që është ulur këmbë kryq në Rogozhin për interesat e tij të drejtë për drejta financiare, politike, sportive, tërësisht okulte dhe në dorë, gjithmonë me një vesh nga dera se mos i trokasin në çdo orë agjensitë ligjzbatuese. Dhe kjo është gjëja e parë që urojnë të parët të ndodh vetë deputetët e forcës së tij politike më shumë se ata të opozitës. Por shndrohet çdo ditë që kalon shumë më empatik se vetë padroni i tij, paçka se Rama vetë po e përdor në mënyrë ekselente këtë urrëtie masive që shqiptarët masivisht kanë për këtë specie. Por edhe vetë Balla është po aq dinak, se në çdo situatë deshen e nxjerr gol-gol, por që tani ka mbaruar edhe koha shtesë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.